Përshëndetje të nderuar miqtë mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për t'i dhënë pak minutash më të preferuarës tuaj, më të dashurës tuaj dhe më simpatikes. Do të flasim për Egli Takon, do të flasim për një eksperiencë të bukur të Eglit që tashmë ka filluar të kujdeset pafund për fytyrën e saj. Angazhimet e shumta, daljet e shumta publike, mendimet e tepërta për të risjellur një emision fantastik, për të punuar këngë, projekte shumë të bukura, dalje televizive, make-up profesionale, ndikojnë pafund në fytyrën e artistëve dhe Egli Tako ka përzgjedhur që ditën e djeshme t'i dhuroj një lloj qëtësie shpirtërore vetes. Edhe pse pati fotosesionin që ka punuar nga Perla Shop, që do të thënë ka bërë reklam të xhupave dimror, të kapuçeve dimror, që tashmë gocat mund të adresohen me zemër të madhe dhe të zgjedhin atë që duan. Egli Tako ka sjellur bukurinë e kësaj gjëje, Egli Tako ka sjellur pasionin e kësaj gjëje dhe emocionin. Ajo ka ndarë këtë kënaqësi duke qenë gjithmonë spontane dhe vërtet me publikun, pa fare make-up në fytyrë, pa filtra, duke i treguar publikut se si jeton në përditshmëri. Ne ndjekim videon dhe takohemi sërish së bashku. Hello, unë sapo jam nisur për të shkuar në Bioten. Besoj që e njihni të gjithë Biotenin, edhe do shkoj të bëj një skin test. Mund të kem pa frikë një 5 vite që nuk bëj një skin test dhe nuk e kam idenë se çfarë ka ndryshuar në lëkurën time, edhe duke qenë që këtë periudhën e fundit daljet në ekran janë bërë të shpeshta, make-upi profesional është bërë i shpesh, dua që të filloj të kujdesem një çik për lëkurën, se nuk e kemi shumë në Terezi. Kështu që po shkoj të marr një informacion të përgjithshëm se çfarë ka nevojë lëkura ime. Do e shohim procesin bashk, do ja tregoj dhe juve, dhe kush ka nevojë mund të shkoni ta bëni të njëjtën gjë. Shemi pas pak. Shikon pjesën e poreve, kur dhe rutina jote do fokusohet akoma më shumë tek pjesa e poreve dhe poret më evidente që ti ke. Nuk kam shumë evidente? Disa i ke evidente, normalisht se ishe lëkur mikse i ndyrë. Hello. Ju në fakt e patë Eglin ton të dashur se sa e lumtur dhe pozitive ishte. Unë për atë arsye dhe e komentoj sepse Egli është një vajzë që të gjitha gjërat i merr me shumë seriozitet. Ajo duke që është shumë e lumtur, duke që është shumë e gëzuar, duke që është falendëruese ndaj të gjithë rrugtimit të saj në Big Brother, sepse Big Brother i solli pikërisht këto të mira. Ne do të ndjekim të gjitha rrugtimet e saj, tashmë do të komentojmë në videot e radhës edhe për këngën që Egli po sjellën, por në këtë minutazh dëshiroja t'ju sjell vetëm një moment relaksues dhe qetësues që Egli kishte përzgjedhur të bëjë ditën e djeshme.